kushet atmosferike do bënin vetën. Në fakt, nga 4 janari në 17 janar, njerëzit u dyfishuan, vendosmëria u shtua, entuziazmi edhe më i madh, dhe unë jam i bindur që në 31 janar në orën 6 pasdite do t'jemi shumë më shumë, sepse ky vend ka nevojë për ndryshim. Allegjiu më i madh i Shqipërisë sot, që shumë prej njerëzve ende e shohin si njeriu më i pushtetshëm në Shqipëri, po bën çdo gjë për të mos lejuar asnjë grimc proteste në këtë vend. Sot ka pasur një protestë në Maliq të fermerëve. Mbrëm, gjithë natën, Ministri Bujqësisë bashkë me drejtorët e vet kanë marrë në telefon një nga një të gjithë fermerët, duke u thënë po ç'keni ju, po ne u zgjidhim, po çfarë dëm shpërblimi doni, po kur e doni, po shiko se ne me ju do ta zgjidhim. Pra, sa fillojnë njerëzit e çohen, me njerë vjen në lëvizje për të zgjidhur problemin. Ndaj duhet të gjithë të çohen, sepse problemi janë vetë ata, vetë qeveria e korrupsionit, vetë hajdutët që kanë marrë peng Shqipërinë. Askush nuk duhet pranoj që t'i zgjidhet më thjesht halli i tij i vogël, sepse kështu e kanë korruptuar shoqërinë, kështu e kanë zhbër protestën, kështu e kanë zhbër reagimin, kështu e kanë larguar vendin, popullatën nga vendi. Duhet të qëndrojnë, duhet të çohen, duke vepruar si një trup i vetëm, si qytetarë të lirë të cilët nuk dorëzohen dhe duan ndryshimin. Ndaj, secili nga ata që na dëgjon live, secili nga ju këtu, të punojmë fort që në 31 janar në orën 6 të jemi mira e mira për dhënë mesazhin që ne vazhdojmë, nuk nalemi. Edhe pse duket si njeriu që ka gjithë pushtetet, në sytë e mi është hallegjiu më i madh i Shqipërisë sot. Është hallegjiu më i madh i Shqipërisë për shumë arsye të cilat unë do marrëndis. E para, sepse kanë ecur me mendjen që drejtësi bëhet vetëm për ata, pra drejtësi sipas këtyre, bëhet vetëm për ata që nuk e kanë pushtetin ton. Pra drejtësia godet ata që nuk kanë pushtet, jo ne. Në këtë drejtim këta kanë firmosur dhe kanë bërë kontrata të cilat sot janë objekt hetimi dhe janë problem shumë i madh për ta. Së dyti, këta nuk e kthejnë dot kohën pas për të zhbërë gjithë koncesionet dhe dëmet që kanë vjedhur pafund këtë popull. Para 21 ditësh, një vajzë e re, nuk po ja përmend emrin sepse nuk e kam autorizimin e familjes, që është e njohur në këtë vend, ka pësuar hemoragji cerebrale. 21 ditë në spital, dhe ato pajisje që duhet ta shëronin, njëra nuk punonte, për tjetrën duhet jepte firmën doktori, siç thon gazetarët, dhe ai nuk firmoste. Dhe qytetarët kanë hapur një platformë GoFundMe për të mbledh parat që ta mjekojnë në mënyrë private. Tani më thoni ju mua, çfarë është kjo ojë republike që ne paguajmë sigurime shëndetësore, dhe sa herë dikush ka një problem të rëndë shëndetësor, hape llogari në GoFundMe për të kërkuar solidaritet nga njerëzit, sepse nuk gjendet zgjidhja në spitalet tona. Mirë ata që janë të famshëm, mirë ata që kanë miqësi e shoqëri, po si i bëhet për ata njerëz të cilët nuk kanë mundësi? Si i bëhet për ata njerëz të cilët nuk kanë të njohur? Në këtë drejtim, ky është një sistem që duhet rrëzuar. Është një sistem që sot, edhe pse ne paguajmë sigurime shëndetësore, nuk prodhon mirëqenie për qytetarët e këtij vendi. Lemo ai ka punën e vet, çka keni. Ktu mësim lere ne. Do kaloj lideri suprem ndaj zbritje, ka procedura, mos u merrni me gati. Pra, jetojmë në një vend ku ti punon gjithë jetën tënde,
Dhe të duhet që kur ke problemi shëndetësor të kërkosh ndihmë nga njerëzit, ndërkohë që duhet ta merresh shërbimin nga shteti. Sa herë keni dëgjuar këtë? Në një vend që nuk ka shërbim shëndetësor, që njerëzit e gjejnë shërbimin dhe zgjidhjen te emisione televizive, e gjejnë zgjidhjen te interneti, po kurse si te shteti, kurse si te spitali, kurse si te taksat, tatimet që kanë paguar. Bravo! Ti themi refrenin. Hajdut, o hajdut, Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut, Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut, Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Po pse është Halexhiu më i madh, se kaloi Halexhiu më i madh? Sepse i ka hyrë në hak këtij vendi. Sepse bashkë e kanë vjedhur këtë vend. Sepse e kanë lënë pa pajisje mjekësore këtë vend. Dhe njerëzit janë jetim në këtë vend. Po son një hemoragji cerebrale, duhet i shtrish dorën popullit që të veshja shtetit e të shërohesh. Të kap leuqemia, të kap kanceri. Duhet i shtrish dorën popullit për te i tatimeve që ke paguar apo sigurimeve, për të shkuar jashtë shtetit, për të kuruar. Sepse ne jetën në këtë vend e kemi kthyer në probabilitet. Sepse ne jetën në këtë vend e kemi kthyer në rastësi. Kujt i bie halli duhet gjithë zgjidhje, ndërkohë që duhet që ndryshe. Duhet që sa e ne kemi një hall me shëndetin, sigurimet që kemi paguar gjatë jetës të ishin aty për të përgjigjur me pajisje mjekësore, me ilaçe, me shërbime, që ja fëmijët apo ne të fitojmë shëndetin e munguar. Dhe është Halexhiu më i madh, se siç e patu munduaj që një ftesë protokollare, standarde, zyrtare, ta trajtonte si një gjë personale të jashtëzakonshme që këti kishin dhënë botën. Po e vërteta është që ftesa që i ka ardhur zotrisë nuk i ka ardhur zotrisë, me thënë drejtën, i ka ardhur Republikës së Shqipërisë. Dhe e vërteta është që kushdo të qenë kryeministër do të vinte e njëjta ftesë, sepse ne jemi vend aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk lidhet me emrin e përvetshëm, lidhet me Republikën e Shqipërisë. Dhe fakti që ai gënjen dhe manipulon në mënyrë kaq vulgare tregon qartësisht hallin e madh që ka. Do të fshehet pas një gjëje që nuk mund të fshehet. Do të fshihet pas një iluzioni që nuk ekziston. Hajdutëria është e dënueshme. Është edhe më shumë e dënueshme kur ti ke marrë nga populli funksionin shtetëror dhe ti vetë edhe e vjedh. Në vend të shkosh që ilaçet, ato parat e buxhetit, ti çosh për ilaçet, ti shkon dhe i vjedh. Je shumë hajdut se sa ai hajduti i rëndon të aty tutje. Kur ti lekët e rrugëve i merr dhe i vjedh, je shumë më kriminal se ai që vret aty në rrugë. Je shumë më kriminal se ai. Kur ti lekët e shkollave të fëmijëve vetë i vjedh, je më kriminal se kriminali, sepse ke vjedh të ardhmen e fëmijëve të këtij vendi. Nëse ai që është një kriminal i zakonshëm, ordiner aty, bën një krim ndaj një njeriu, ti duke vjedh parat për arsimin, ke bërë një krim ndaj një kombi. Ti duke vjedh parat e shëndetësisë, ke bërë një krim ndaj një populli. Ti duke vjedh parat e rrugëve, ke bërë një krim ndaj çdo njeriu, çdo familje që i kërcënohet dhe rrezikohet jeta aty. Ndaj jemi këtu. Mund të kishim dalë nga kjo protestë në 4 janar, nën pretekstin që na dhunuan barbarisht këta me qindra tabor që kishim. Nuk e bëm sepse nuk dolëm këtu për të marrë thjesht sa vëmendje e për të gjetur një pretekst për të dalë. Jo. As për të dhënë mesazhin që ne i trëmemi këtyre. Ne nuk i kemi frikë. Hajde Rama, hajde. Hajde Rama, hajde.
Hajde, Rama. Hajde, se Rama, hajde. Ne mund të kishim dalë në 5 janar, shumë më thanë Adriatik Lere sot, kur ndodhi problemi shëndetësor. Por kjo nuk që ajo që ne përfaqësojmë, sepse ne nuk hymë në këtë betejë për të gjetë një shkak për të dalë. Ne hymë në këtë betejë për të ngjau një trup të vdekur që këta e kanë marrë peng. Mund të kishim dalë nga kjo protest në 17 janar, duke u thënë njerëzve që dëshmuam numra, por ne nuk hymë në këtë protest për të treguar që mund të mbledhim njerëz. Ne hymë në këtë protest për të shërbyer këtij vendi, për ta ngjaur një vend që është në vdekje klinike, një shoqëri që është e traumatizuar, e trembur përballë një regjimi që përdor pushtetin për të mbjellë frikën. Ne mund ta lëmë këtë protestë në çdo moment se është e drejta jonë legjitime për të mos rezistuar përballë kushteve njerëzore, sepse temperaturat natën zbresin në 0. Por ne po luftojmë çdo orë për të qëndruar këtu, sepse çdo orë që qëndrojmë ne këtu është një maks për ata atje. Dikush do thotë si kështu si ashtu, po është një maks, sepse i dëshmon atij sa e kalon dhe po zyrës së vet, që është një hajdut i rëndon që vjet në Republikë. Ndaj në një zëri kemi refrenin e breshëm. E di Rama. Ja kjo është çështja. Çdo orë që këtu ka njerëz që i thonë se nuk e kanë frikë dhe se i kujtojnë se janë duke na vjedhur para tona, është një akt i mirë për këtë Republikë. Ndaj, çdo ditë këtu, deri në 31 janar, në orën 6 pasdite, ku unë ju ftoj ju dhe ata që na ndjekin, të punojmë me këto, të ndërgjegjësojmë këto, të ftojmë këto, të marrim përdore këto, dhe në 31 janar në orën 6 të jemi mira për të dëshmuar që në këtë Republikë ka njerëz që janë gjallë ende. Shihemi çdo ditë në orën 6 këtu në këtë forum qytetar, ku mund të vini grupe interesi të shpalosni problemet që u shqetësojnë, hallet që keni. E janë këtu çdo ditë në orën 6 të flasim me njëri tjetrin dhe të ndezim revoltën përballë atyre që na vjedhin. Bravo. Ju përshëndes.